E kam përshtypjen se në Kosovë, prej debateve televizive, të jem më informumi se në Maqedoni krijohet ideja se të shkojmë në Kosovë, gazetarët nuk janë të informuar ku çka do. Kështu, venar ekipi jam i debatjuesit i ka 4 gazetarë. Ka producent, ka drejtori informacioni, ka kryeredaktor. Është emisioni me stafin më të madh politik, jo vetëm në Kosovë, po edhe më gjatë. Që mbledhin informacionet e çëm do. Mbledhin informacione, çatirin njerëz, bojnë pyetje, mandej bojnë një mbledhje, në atë mbledhje po edhe provojnë me më informu për secilin detaj, po provojnë me ma tregu edhe kontekstin politik të gjitha asaneve që janë të ndodhë, po e zonë nuk majstë. Kjo mu më shërben shumë, për shkak se kohën cilën e humbe duke drejtu televizion, sepse jam edhe drejtu si televizioni duke qenë, çka bëj është që atë punë e kryjnë gazetarët e që më informojnë në pika të shkurta mbi gjitha detajet për çka duhet edhe se si duhet me e shtyr emisionin përpara. Jam me fat që kam një ekip tillë, për shkak se e di që në të pa ndikushëm, e di që nuk ja bojnë një dikujt, dhe treta është që nuk e lojnë lehtë me kalu dikën.